Ronela Hayati na prezanton me të dashurin. Këngëtarja e njohur Ronela Hayati po i kalon këto ditë të nxehta verën në një resort luksoz në Turqi. Ajo ka ndarë me ndjekësit e saj disa momente nga pushimet, por një foto në veçanti ka tërhequr vëmendjen e rrjetit. Në një Instagram story, Ronela postoi një imazh ku shihet një mashkull në pishinë dhe këngëtarja shkroi: "Pishinë me pamje." Pikërisht kjo foto ka ndezur dyshimet mes fansave dhe spekulime në rrjet. A është ky i dashuri i ri i Ronelës? Këngëtarja nuk ka zbuluar asgjë, por mënyra si është realizuar fotoja dhe përshkrimi misterios ka mjaftuar për të hapur një valë aludimesh për një romancë të mundshme. Çfarë po fshihet pas kësaj pamjeje? Këngëtarja për momentin hesht, por rrjeti nuk e ka ndërmend të ndalet së spekuluari. Ju kujtojmë se Ronela Hayati ka qenë shumë e fshehtë në raport me njerëzit e saj të zemrës. Deri tani ajo nuk ka prezantuar askënd publikisht si të dashurin e saj. Më herët në një televizion kombëtar, ajo ka deklaruar se përse e ka të vështirë të komunikojë me një djalë shqiptar. Ulesh me dik, i flet për një libër, për një poezi dhe tjetri ta kthen: "Oho, ku di unë nga këto." Kjo është deklarata e famshme e Ronelës që nuk bë virale në rrjetet sociale. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.